Dita ndërkombëtare e punëtorëve ka nisur këtë 1 maj në Tiranë me protesta dhe thirrje për përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve. Sindikata dhe përfaqësues të ndryshëm të punonjësve janë bashkuar në një protestë përbashkët duke ngritur shqetësime për nivelin e ulët të pagave dhe pasiguri në vendin e punës. Një nga punëtorët pjesëmarrës u shpreh se vijon të punojë me pak të ulët dhe në kushte presioni, duke theksuar se frika për humbjen e vendit të punës i detyron të mos flasin hapur për situata në të cilën ndodhen. Që sot më shumë se sa kur, kjo qeveri, këto institucione duhet të mendojnë për punëtorët dhe për shtresat në nevojë, sepse punëtorët janë më të diskriminuarit. Qeveria e dukve, prandaj sulm në pensionistët, ti hedhim poshtë të gjithë qeveritarët që kanë bërë nga 20-30 shtëpia. Kemi bot 8 orë punë dhe kemi shku në aksion dhe vjen fundi, kemi një pension qesharak, 120.000 lek. Qa do bësh me 120.000 lek? Du minimumin jetik. Një tjetër shqetësim i ngritur në këtë ditë lidhet dhe me sigurinë në punë. Sipas të dhënave të referuara nga sindikata, gjatë vitit 2025 kanë humbur jetën 48 punonjës në vendin e punës, përfshirë edhe 2 gra, duke bërë çështjen e kushteve të sigurisë një nga prioritetet kryesore të kërkesave të punëtorëve.